Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 30, data 30. Data 30 na jep mundësinë, na jep kohën dhe mënyrën se çfarë duhet të bëjmë dhe ku duhet të shkojmë. Nëse neve kemi mundësinë dhe periudhën ku ndodhin fenomenet, ne jemi të përgatitur dhe e dim shumë mirë çfarë ndodh brenda një strukture, një pune, një karriere, një zyre dhe jemi të gatshëm të përgjigjemi kërkesave dhe mundësive. Data 30. Data 30 na mëson shumë gjëra mbi atë çka ndodh, jo mbi atë çka është, ose për të kaluar kohën. Data 30 korrekt. Pas hënës së plotë në ujor dhe bashkimi i diellit në Jupiterin, dita e sotme është një ditë mjaft ndikuese sepse kuptojmë çfarë doli në dritë, çfarë u tha, çfarë u ndje, çfarë u menaxhua e kështu me radhë. Energjia e djeshme nuk zhduket menjëherë. Ajo vazhdon të ndihet në marrëdhënie publike, në karrierë, në dashuri, në familje. Dita kërkon maturi sepse pas një ndikimi më të madh emocional dhe lodhje, kjo do të thotë ndikime shumë të mira tani e tutje. Ndikohet ende më shumë ujori, luani, demi, akrepi të dhjetëdhjetë parë, sepse hëna e plot vazhdon të lërë gjurmë. Gjithashtu binjakët, virgjiresha, shigjetari dhe peshqit të dhjetëdhjetë tretë ndjejnë ende tensionin e afërditës me Marsin, sidomos marrëdhëniet në punë, në familje dhe në gjëra të tjera do të kenë ndikime në përditshmëri. Por këto shenja dita kërkon të mos vazhdojnë debate, sepse ato që janë hapur dje, mirë të mbyllen aty. Dita është e mirë për të analizuar çfarë ndodhi për të qetësuar situatën, për bisedat atë ndryshime të mëdha. Nuk është një ditë që mund të kemi domethënë problematika ose gjëra të kësaj natyre, por kontakte do shikojmë, sepse një kontakt shumë i rëndësishëm dhe sqarimet janë mjaft të mbara dhe mjaft ndikime. Por këshilla ime, mesazhi për këtë ditë është pas një dite të madhe, fiton ai që ditë të menaxhoj energjinë. Mos prisni sot ato që doli në dritë dje, sepse në këtë drejtim, nëse juve ndikoheni ose diçka nuk ju ka shkuar aty ku duhet dhe ju jeni në dilemë pse ndodhin këto fenomene, ose jeni në dilemë pse nuk arrihet kjo që ju bëni, por gjithsesi është një nga periudhat më afatgjata, është një nga periudhat që ndryshojnë shumë gjëra në ekonomi, ndryshojnë shumë gjëra në vazhdimsi. E përgjithshmja, kjo ditë na mëson shumë gjëra, por duhet jemi të kujdesshëm nëse mundemi të jemi, sepse dita e njëjtë është një ditë që vërtet simbolizon shumë gjëra dhe starton në anën tjetër të ekonomisë, por dhe të marrjeve të vazhdimësisë dhe të korrektësisë. Para se të fillojmë bashkimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për juve që e keni damenjen që doni të bisedojmë bashkë në WhatsApp apo në Viber, atëherë mund të dërgoni në email në atë linjën tuaj dhe si funksionon shërbimi dhe unë t'ju përgjigjem direkt në WhatsApp apo në Viber. Për juve që doni që në kohën që ne jemi ndërbisedet me juve dhe doni të dërgoni një mesazh dhe si ta dërgoni këtë mesazh të merrni përgjigje, është ky butoni këtu. E shikoni dhe më pas e dërgoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejtpërsë përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që do thotë shenja e dashit. Për juve të shenjës së dashit duket se mbani një qëndrim mbi atë çka ndodh, mbi atë çka bëhet, sepse është një kohë shumë e mirë tani në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimin, por nëse, asim gjithmonë nëse, ndodh diçka, për shembull, keni nisur një punë, dhe aty keni debatuar sepse ndryshe u fol në tavolinë dhe ndryshe po veprohet në kontratë. Këtu shikojeni miqtë të dashur se shenjat e zjarrit pikëllohen pastaj, mërziten dhe nuk vjen ajo që duhet. Po gjithsesi e përgjithshme është një moment, është një mundësi shumë e mirë dhe stabilizuese për gjërat, kontaktet, mundësitë, periudhën që ndodhi fenomeni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të dhjetëdhjetë parë, me luan të dhjetëdhjetë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa i përket shenjës së demit, duket se një nga mundësitë më të mira dhe pozitiviteti që juve keni është një moment që do të zgjidhni disa probleme, janë probleme të mbartur nga e kaluara, por megjithatë është momenti juaj dhe koha që do të ndikojë, do të rrezatojë për sa i përket çështjeve financiare, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit, për sa i përket mundësisë që vjen, por edhe kohës së duhur në atë që ju kërkoni. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është periudha që vërtet dikton dhe ndikon shumë në fushën ekonomike,
por megjithatë është një moment mjaft i mirë për të stabilizuar ekonominë tuaj dhe anën e biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan është diçka e veçantë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, meqenëse binjakët duket se tani e tutje janë në një farë mënyre në lidhje me punën e tyre, në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendimet të mëdha që keni ose çështjet që kanë të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me disa takime mjaft të mira dhe pozitive, sepse zgjidhni shumë probleme dhe shumë çështje të lëna pezull nga e kaluara, por gjithashtu është në një kohë shumë e përshtatshme mbi takimet dhe bisedimet të rëndësishme ekonomike, financiare dhe kohën e duhur për zgjidhje të problematikave në çështjet shpirtërore. Lidhjet që kanë të bëjnë me peshkët e diçit parë, me virgjeshët e diçit tretë është perfektja dhe mjaft pozitive në anën tuaj. E gjithë historia dhe koha që tregon është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues. Nuk ka vend sepse binjakët gjithmonë ndryshojnë takmin e tyre dhe mundësinë e artë për të qenë ndonjëherë dhe favorizimin që juve keni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për sa përket gaforeve, meqenëse gaforet duket se tani e tutje është një moment ku do të shikoni shumë gjëra të ndodhin, keni shumë gjëra që janë praktik dhe ndikimi më i madh që është tani në këtë periudhë është një periudhë që vërtet është mjaft keni dëshirën e madhe, por nganjëherë janë gjëra të vogla që nuk realizohen siç duhet, por vjen një moment mjaft i mirë sepse stabilizimet dhe konkretizimet në lidhje në punë, në karrierë janë disa takime mjaft të mira. Është një pozitivitet që juve keni mundësinë dhe zgjidhni problemet siç doni juve, sepse zgjidhja e problemeve dhe kohës duhur për ekonominë është momenti më i mirë i mundshëm dhe periudha që ndodhin fenomene dhe keni disa gjëra që do të ndryshojnë rrotën e historisë në ekonomi, sepse e keni. Gaforët gjithmonë janë një para sa çfarë ndodh. Ne kemi thënë dhe themi më të madhe, sepse i keni mundësinë në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me akrep është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë luani. Me luanët në fakt grindjet ndalojnë. Zgjidhen problemet me pasuritë paluajtshme. Në një takim i rastësishëm është mjaft pozitiv sepse kjo ditë na jep disa mundësi në ekonomi, disa mundësi në vazhdimsi, sepse jeni shumë korrekt me anën ekonomike financiare, jeni shumë korrekt me gjërat që do të ndikojnë në anën tuaj, puna, në vendimet, mundësitë dhe periudhat e tjera që do të keni janë në anën tuaj. Mjafton që ju të jeni shumë ndikues në atë çka bëni dhe dini shumë mirë çfarë do të bëni në anën tuaj, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me kohën tuaj, sepse diçka luan mund të marrin një mirë arsye për ekonominë, sepse luan peshk, luan dem ka diçka shumë të madhe dhe në dashuri. Prandaj e them që të arrini atë që dëshironi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat, meqenëse virgjëreshat nuk janë në dilemë, por janë në kohën e tyre sepse flasin për shumë gjëra, por nuk po arrin atë ku duan. Ndikojnë shumë në ekonominë, ndikojnë shumë në një farë ndryshimi që ata kanë tani e tutje, por sa janë gati se të përgjigjen kërkesave që ata kanë mbi punën dhe karrierën. Unë do thosha 1.000.000% e kanë mundësinë, edhe koha që është tani, edhe momenti që është tani, i keni mundësitë për zgjidhur çdo lloj problemi në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të 10 ditë të parë, me ujor të 10 ditë të tretë që është diçka shumë e madhe, por dhe vazhdimësia dhe korrektësia bën çuditëra në fushën e jetës, në fushën e problematikave, të ndryshimeve dhe mundësive të ardhmes që keni. Në çështje shpirtërore, pse jo, virgjëreshat kanë mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket me binjak dhe me shijetar. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshorët duket se kanë një mundësi tani në lidhje me pozicionimin e planeteve, lidhje me takime, lidhje me bisedime dhe kohën e duhur për nisma të reja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e ditës së parë, me bricap të ditës së tretë që është perfektja, por një kohë e përshtatshme që lidhet me ekonominë. Lidhet me ekonominë, që do thotë startimi i gjërave të mëdha. Që do thotë peshore, dem, peshore, bricap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për sa përket akrepëve, akrepët duket se tani për tani kanë disa mundësi dhe shumë kohë të ardhmë në lidhje me ndryshimin e madh që vjen. Ndryshimi çfarë është? Ndryshimi është në lidhje me akrepët, sepse akrepët nga njëra anë mundohen shumë për të zgjidhur problemin e tyre, por nga njëherë ngecin gjëra të vogla, por megjithatë është një kohë që përcakton të ardhmen sot, përcakton atë çka ndodh mes
dashurisë dhe mshurisë, por gjithsesi një çështje shumë e madhe ekonomike financiare mund të zgjidhet tani tutje dhe është një moment shumë pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gafore dhe me dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani tutje lidhen me çështjet e punës, lidhen me karrierën, lidhen dhe me një mundësi të artë që kanë tani, është ekonomia, është stabilizimi i saj dhe mundësia. Mundësia do të thotë që çfarë? Është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm sepse ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me karrierën tuaj. Ndikimet që janë, sepse është një periudhë mjaft e mirë tani, për sa përket karrierës, për sa përket asaj çka ju jeni dhe keni në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të diçit parë dhe me ujor të diçit të tretë, keni mundësinë dhe kohën e duhur. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e britsapëve. Meqense britsapët sado që e realizojnë atë që ata kërkojnë, nuk e diskutoj, se ka diçka shumë madhe për stabilizime, për ndryshime, për mundësinë e artë që vjen drejt jush. Dhe keni kohën tuaj, keni momentin për arsye të punës, për arsye të karrierës, sepse keni një mundësi tani ku do të shikoni gjërat të ndodhin dhe është një mundësi shumë e artë për të ndryshuar çdo gjë që ndodh, çdo gjë që arrihet. Në çështjet që lidhen me çështjet e dashurisë, ka të bëjnë me gafore të diçit të tretë, por me dash shikoni sepse ka diçka shumë madhe dhe tepër pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët në fakt tani e tutje, sado që gjërat janë vështirësi, sado që gjërat kërkohet pak vëmendje më tepër në lidhje me takimin e punës, në lidhje me ndryshimin e madh që keni, por mundësitë që vijnë dhe koha e duhur mbi atë punën aktuale ose disa gjëra që mund kemi tani e tutje me çështjet e biznesit dhe të karrierës, duket se tani është koha dhe momenti i duhur për gjërat që do të keni. Por megjithatë, është dhe momenti më i mirë dhe tepër pozitiv për dashurinë dhe dëmshurinë, për mundësinë dhe rregullin që ka të bëjnë në punë dhe në vazhdimsi. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetarët e diçit parë, me gaforët e diçit tretë, që është diçka shumë personale, nëse do ta marrim kështu, është një kohë mjaft e mirë dhe tepër e mbar në anën tuaj. Në çështjet që lidhen në përgjithësi për gjërat që do të bëni, është koha dhe momenti i duhur për përzgjedhjen e duhur në lidhje me punën, në lidhje me karrierën tuaj. Në dashuri, duket se me akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për peshqit, duket se rezultatet janë të shkëlqyera. Juve jeni gati të zgjidhni gjërat? Unë do thosha po. Dhe koha që tregon çfarë? Tregon punën, tregon ndryshimin e madh që vjen në anën tuaj. Për sa i përket asaj që do të ndodhi dhe mënyra se si bëjnë gjëra, është mundësia, është përparësi që i jepni vetes suaj, përparësi që i jepni kohës në ndryshimin e madh të ekonomisë, por dhe stabilizimi tjetër në anën tuaj. Megjithatë, nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë drejtim, është një mundësi shumë e mirë sepse stabilizimi që ka të bëjnë dhe mënyra e punës suaj është një nga monumentet më të arta që keni të bëni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm të diçit parë, me ujor të diçit tretë, është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht ndikimit të madh, për sa përket kësaj dite kaq të rëndësishme dhe një ditë që vërtet dita ite është dita e fatit madh, dita e mundësisë së madhe që do të keni dhe jo vetëm. E përgjithshme duket se ka ndikime fantastike dhe mundësi të arta që vijnë drejt jush. Pas të ndajmë bashkë, unë nuk e të edhe një, për ju që interesoni për parashkrim të detajuar, atëherë kemi faqen e rozë, astrologu.al, ku atje mund të keni gjithçka atë që dëshironi dhe mund të shikoni çfarë do të bëni dhe si doni të bëni parashkrim personal individual, e keni të gjitha aty dhe duke zgjidhur paketën tuaj, jeni gati pastaj për të folur bashkë dhe nëse nuk e gjini veten aty, atëherë dërgoni emailin tuaj, datëlindjen tuaj dhe pastaj ju shpjegojmë se si mund të bëni një parashkrim personal nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Nga një rrupulla, më të mirë një uraj.